Zonja e Zotrinju, përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Shojmë tani titujt kryesor. Socialistët nuk kanë ndërmend t'i hapin rrugë arrestimit zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke zgjedhur djegjen e afateve të shqyrtimit kërkesës së prokurorisë posaçme, pasi gjykata kushtetuese dështoi të dilte me një vendim për çështjen e pezullimit të saj. Kryeministri Rama tha se nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën e SPAK-ut, që pezullimi i një antari qeverie me vendim gjykate të mos kthehet në një precedent për të ardhmen. Kryeministri paralajmëroi ndryshime ligjore. Në një përgjigje ekskluzive për Report Televizion, Komisioni Evropian i kërkon Kuvendit të Shqipërisë të shqyrtojë pa vonesë kërkesën e prokurorisë posaçme për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Për Komisionin Evropian mbetet shqetësues presioni politik mbi drejtsinë dhe sistemin gjyqësor. Në këtë përgjigje Brukseli thotë se reforma në drejtësi mbetet pika kyçe për ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE. Gjykata e posaçme ka lënë sot për gjykim çështjen e ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i bashkëshortes së tij Ajola Xoxa, ish deputetes socialiste Klotilda Bushka dhe 27 të pandehurve të tjerë. Velia i akuzon gjyqtaren Etleva Deda për shkelje të rënda të procesit të rregullt ligjor, pasi i është mohuar mbrojtja efektive. Banorët e fshatit Rjoll protestuan sërish para prokurorisë së Shkodrës kundër ndërtimit të resortit të biznesmenit dhe botuesit Bashkim Ulaj në Velipoj. Ata pretendojnë se kompania Gener 2 e oligarku të lidhur me Berishën ka falsifikuar firmat e tyre në një dëgjes publike për ndërtimin e resortit. Banorët kërkojnë llogari pse Ulaj nuk po hetohet për këtë vepër, për të cilën ata kanë bërë kallëzim një vit më parë. Prokuroria speciale në Hag kërkoi 45 vite burg për secilin nga ish krerët e UÇK-s Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020. Ata akuzohen për një seri krimesh të rënda. Ish drejtuesit më të lartë të UÇK-s janë deklaruar të pafajshëm. Mbrojtja e Thaçit dhe të tjerëve do të nisë ditën e mërkurë, ndërsa djali ish presidentit, duke kërkuar drejtësi, bën thirrje për marshim në Prishtinë në 17 shkurt, ditën e pavarësisë së Kosovës.